Dhe kudo ku unë jam pyetur dhe në komisionin parlamentar, unë kam shprehur mendimin tim me argumenta pse duhet të qëndrojë Bashkia e Serenicës. Si një detyrim ndaj popullit, si një detyrim ndaj ju këshilltarëve, si një detyrim ndaj dhe ju kryetarëve të fshatrave, unë po e përsëris edhe një herë me fakte atë që e kam përmendur dhe në komisionin parlamentar. Ndër pikat kryesore të reformës ishte kapacitetet financiare të bashkive. Ne renditemi Bashkia 14 në Shqipëri me të ardhurat e veta për frym. Renditemi Bashkia e 9 në Shqipëri ku shpenzimet që kryejmë i kemi për investime. Pra ne investojmë te komunitetet tona, në rrugë, në shkolla, në sheshe, në kanale, atje ku ka nevojë njerëzit, atje ku ka nevojë banorët. Ne renditemi Bashkia e 29 për funksionalitet. Nuk renditemi as Bashki e 47, as Bashki e 61, por renditemi në të tërë komponentët e saj të 29. Kjo është një raport i bërë nga komisioni dhe këto shifra që unë ju them janë shifra të komisionit. Borxhi publik i Bashkisë së Serenicës sot është 3.6%. Renditemi ndër bashkitë me performancë të mirë ekonomike. Dhe renditemi ndër bashkitë e para në Shqipëri, e para për diversitetin ekonomik. Pra ne nuk kemi varësi nga një sektor, por ne kemi varësi nga të gjithë sektorët. Ndryshe nga qytetet e mëdha kur kanë varësi vetëm nga lehtë ndërtimit, ne, unë, ju dhe administrata është munduar që këto 4 vjet të shkoj, të punoj, të mbledh të ardhurat në të gjitha sektorët që ne i taksojmë. Dhe fakti ka treguar që nga viti 2015 e deri në vitin 2025 ne i kemi 4 fishuar të ardhurat tona pa rritur asnjë barë fiskale. Bara fiskale ka qenë e njëjta. Duke i marrë të gjithë këta komponentë që vetë komisioni i ka nxjerrë, dhe unë kam detyrimin moral që t'i them dhe ta sqaroj opinionin publik, e bën Bashkinë e Serenicës një bashki me performancë të lartë ekonomike. Komponenti i dytë ka të bëjë me burimet njerëzore. Para disa ditësh dhe në rrjetet sociale të mia i kam hedhur me foto. 16 staf inxhiniero teknik, inxhinier, arkitekt, topograf, agronom. Pra ne renditemi ndër bashkitë që ka një staf. Nuk mund të themi që do të krahasohemi me Tiranën, me Durrësin, me Vlorën, por në bashkitë mesatare të Shqipërisë ne jemi ndër bashkitë që ka një staf të përgatitur. Dhe ku e tregon kjo? Sot në mbledhjen e Këshillit ju keni një ndryshim buxheti. Dhe në ndryshimin e buxhetit keni 4 projekte të fituara. Janë 4 projekte që kanë fituar Bashkia e Serenicës pikërisht nga ky staf. Nga këta njerëz. Keni edhe një projekt të Bashkimit Evropian aty në rendite. Që pikërisht këta njerëz janë munduar dhe kanë fituar edhe një projekt të Bashkimit Evropian. Kështu që ne renditemi ndër bashkitë që ka një staf të mirë, një staf që ka dëshirë të punojë, një staf i cili përpiqet për të punuar dhe një staf të përkushtuar për këtë territor. E thash edhe më parë, kjo bashki ka një territor të gjerë. Renditemi ndër 20 bashkitë në Shqipëri. Kemi 561 km2. Një bashki tipike bujqësore blektorale. Një bashki e cila e ka lidhur jetën e saj me bujqësi, me blektorin, me tokën, me vendin. Dhe ne si bashki jemi munduar që t'i qasemi dhe t'i ndihmojmë sadopak banorët. Ne nuk kemi asgjë me Vlorën. Ne duam Vlorën, siç e do gjithë Shqipëria. Dhe ne kemi luftuar për Vlorën më shumë se ata që banojnë sot në Vlorë. Kjo është e vërtet. Prindrit e gjyshëllarëve tanë, të afërmit tanë kanë dhënë gjakun në 2 luftra, të 20-s dhe 45-s. Dhe në çdo fshat ton ka lapidar. Ai lapidar është bërë dhe për Vlorën dhe për Shqipërinë.
Nuk kemi gjë me Vlorën, e duam të luluzoj Vlora. Por çështja është që nga ajo që ne shikojmë, nga ajo që ne vrejmë, kur në reformën e 2014-s Vlorës ju bashkuan disa fshatra, ato nuk janë më mirë se ne. Këtë ne e vrejmë. Nuk është më mirë Llakatundi se Armeni. Këtë e dim njerëzit. Se Llakatundi blen Jon Xhemisër në Armen, i bie që fushat e Armenit kanë pasur një vëmendje shumë të lartë. Po ka pasur sepse ne kemi tipike tipologjinë e bashkisë që do i shërbejmë fermerit, bujkut dhe turizmin malor. Jo se nuk do Vlora, po Vlora mund të ketë një zhvillim tjetër turistik, një zhvillim tjetër bregdetar. Dhe ne ndaj duhet që të qëndrojmë fort në konceptin e një bashkie rurale, ku dhe vetë qeveria dhe vetë koncepti këtyre bashkive duhet të financohen në profilin bujqësor dhe blegtoral. Ky është qëndrimi im me fakte. Ky nuk është një qëndrim politik. Ky nuk është një qëndrim për karrigën time. Kjo punë nuk bëhet për mua, jam apo nuk jam. Unë po flas me fakte të cilat janë pjesë e bashkisë Serenicë. Dhe në këtë moment